Miqtë Prizmus, sigurisht që shoqëria është evoluar. Shpeshherë është evoluar për keq, por ndodh që është edhe evoluar për mirë. Ka raste që sigurisht shoqëria është në një evolucion të tillë për mirë sa habitesh. Thua si ka mundësi që të ndodhi kjo. Bie fjala janë bërë zgjedhjet e famshme për kryetarin e Partisë Demokratike, po janë bërë edhe zgjedhjet për kryesit e partive demokratike, dhe sidomos në Shkodër që mbahet për bastion. Çfarë fjale dhe bastion i Partisë Demokratike. Bastion. Kryeqendër, çfarë do të thonë? Fort e Partisë Demokratike, po në Shkodër. Edhe ka një renditje, pa njerëzit, pak kjo ka bërë përshtypje si ka bërë pak, s'është interesuar kërkush. As nuk kanë qarë kokën fare për këtë formë. Dhe kanë bërë mirë, sepse ka shumë gjëra më të rëndësishme, se sa bie fjala kryesia e Partisë Demokratike e zgjedhur në Shkodër. Nuk janë marrë edhe me emrat, as me mbi emrat e tij, sepse është diçka shumë e parëndësishme. Edhe normalisht po kështu është edhe partinë tjetër. Kujt dreqin e duhen, po. Normal mund të interesohen për element të rëndësishëm kur bëhet një garë e vërtet, po për gjëra të tilla nuk ka më. Dikur edhe janë marrë, seriozisht. Po kësaj radhe e kanë parë, e kanë kuptuar që sa pak domethënie kanë, sa gënjeshtër e sa mashtrim është, dhe kanë kuptuar që vetëm të zgjedhur nuk janë. Bile pjesa më e madhe nuk janë të meritueshëm. Nuk u dallime partijake, i fus gjithë partitë në vend, po flasim për Partinë Demokratike me që ata kanë shpallur një listë. Njerëzve nuk u ka bërë përshtypje, nuk i duhet as kërkujt, nuk i duhet pensionistit që del në tregje për të gjetur diçka më lirë, nuk i duhet do të kursej shkreti, ose do të kërkoj çfarë dokumentash do të plotësoj për të marrë ilaçe në mos falas me rimborsim e element tillë. Nuk i interesoj natyrisht që punojnë sepse duhen të fitojnë një lek, nuk i intereson as kërkuj. Ashtu si kundër, pak i interesoj, po për më tepër, rizjedhja edhe njëherë, betejë që kishte Sali Berisha me Sali Berishën. Për partinë e tij personale, se kështu e din gjithë që nuk është se ka një dallim të madh kjo punë. Dhe pastaj disa element tjerë të cilët përbëjnë groteskun dhe marrëzinë politike në Shqipëri. Paka shumë nuk po intereson edhe nëse do fillojmë tash të mbyllim kapitujt me Evropën. Sigurisht është një kal betejë një partie caktuar, si Partia Socialiste ose Majorancës ose Edi Ramës. Po njerëzit poshtë e shohin me një lloj ftohtësie maksimale, bile ngaherë dhe me nënqeshje, me cinizëm. Ironia dhe cinizmi kanë zëvendësuar në një farë mënyrë dhe atë përplasin midis ideologjisë, filozofisë politike, edhe karakterit politik. Ne e kemi karakterin politik, kemi kafshë politike të gjithë, po shpeshherë duhet rregulluar fjala, duhet thënë folk politike, sepse shumica e folkloristëve në politik merren pikërisht me politik. Në këtë gjë, si t'ju them tash, pak ju intereson, shumë pak ju intereson. Bile pak ju interesoj edhe pse vllaznia u mund në Tiranë, pse ec topall, çal. Shpesh u munduan të thonë teoritë konspirative, jo shitu u bë kështu punë. Mu pak më interesojnë këto punë. E di shumë njerëz që vllaznia në financa kushton më pak se sa Ignatia, bile edhe më pak se Bylis, më pak se Dinamo, më pak se Partizani, më pak se Elbasani. Kushton më pak. Edhe të gjithë e dim që sigurisht fiton ajo skuadër në shumicën e rasteve, fiton ajo skuadër që kushton më shumë. Prandaj është e kohë që të bëjmë muhabete të tilla, njerëzve pak ju intereson, janë më të qartë. Janë më të qartë edhe më të bindur për këtë punë. Nuk kanë nevojë të bëjnë, si më thënë, të alarmuarit, duhet të qetësohen, sepse kështu janë gjërat, kështu funksionojnë gjërat. Do të thoni bes këto punë shkojnë drejt relativizimit, po ta imponojnë relativizimin, sepse kur duan që të mbajnë gjithmonë në efektin e zjarrit, në efektin e
droge politike e cila është më e shëmtuar se droga e vërtet, është më mirë që të largohesh të mash një ekuidistant. Për shembull, element, e nisa duke thënë që jemi bërë më të zgjuar. Një element, për shembull, është fantastike, ishte që Myftymnia këtu ke ne deklaronte që do merret me fëmijët ditën e mas Bajramit, kështu që nuk presin vizita sepse do të jetë Myftymnia do të jetë zënë me fëmijët. Në një farë mënyrë ju kanë thënë që ne nuk kemi dëshirë të na bëni vizita politikanët, po kjo është fantastike. Është jashtëzakonisht fantastike. Ashtu si kundër do të ishte fantastike që politikanët mos shkojnë. Kjo lloj simbioze midis religionit për treguar harmoninë e tolerancën, këto janë marrëzirat e një diçkaje që ka filluar 1990 dhe për të bërë atë që ishte ndaluar religioni, ishte ndaluar feja dhe ne tani pa respektojmë. Po kjo është që dalësh gjithmonë tipike e Sali Berishës edhe disave si Sali Berisha që dalin para xhamisë ose kishës edhe të majnë fjalime patetike politike. Për këtë punë përdoret edhe për të dalë në televizor dhe pastaj për të bërë edhe një fjalë të lehtë politikisht. Për shfrytzuar atë që quhet shtëpia e Zotit. Tash këtu egzagerohen kur thon shtëpia e Zotit, hajt pa e pranojmë. Pa e pranojmë për edukat, sepse shtëpia e Zotit nuk ma merr mendje se është në ato vende ku shpeshherë Zoti nëse nuk du të egzagerohem ma. Por ky vendim i Myftënisë të Shkodrës është një rast fantastik që është i pasritur mas arqipeshkëvisë në Tiranë duket. Po kam përshtypjen që ky person, ky arqiveshk, i ndaloi. Ose për shembull Edi Rama nuk ka dëshirë që të shkojë. E bën mirë. Ç'punë kanë politikanët në aty ku ka besim. Për çfarë? Mund të thuash diçka, mund të bësh vizita vende për vend, gjithë farë edhe të qëllon nga herë njerëzit që i ke akuzuar për korrupsion, për krim, për gjithçka, të dalin aty pastaj edhe të fillojnë të marrin leksione. Kjo është e jashtëzakonshme. Për këtë duhet ruhet në një anë institucioni klerikal, po në anën tjetër nuk kanë punë as politikanët. Dhe ata vetë nuk duhet ta bëjnë këtë. Duhet ta ndajnë. Kjo është një ritual i cili mund të kishte kuptim fillim të viteve 90 deri nga vitet 2000, po jo më tepër se sa kaq. Nuk shkon më kjo punë. Është një folk politik, po njëkohësisht edhe një fake ideologji e shëmtuar e cila nuk mund të shkojë më. Myftënia e Shkodrës ka bërë shumë mirë, që thotë që lutem vizita nuk kemi sepse do merrem me fëmijët. Është shumë më mirë me marrë me fëmijët. Bile kjo është detyrë e Myftënisë. Të merret atë ditë me fëmijët, është dita e fëmijëve. Duhen të gëzohen ata, mas Bajramit absolutisht duhet të gëzohen. Është një vendim fantastik edhe për këtë them që është rregulluar shoqëria. Është bindur, duhet të kuptojnë që mjaft me fytyra politikanësh. Shkoshin kryetarët e partive, kryetarët e pushtetit vendor, kryebashkiak, antar të këshillit, kryetar lagjesh, nuk e di prefekta, nën prefekta, kryetar qarqesh, gjithë hyrra, del fol marrina aty, nga herë dhe s'dinë se për çfarë janë duke fol, dhe kthehej në një butafori të mërshme, të jashtëzakonshme, të shëmtuar, ku gjysmës njerëzve të çohen nervat, gjysmës tjetër nuk e di se çfarë ndodh, se duhet jem në psikën e tyre, po nuk mendoj se kanë një gëzim të madh pse shohin element të tillë në portën e xhamisë, kishës katolike ortodokse. Është e jashtëzakonshme. As në bjefjala ke kudo edhe ke Bektashit përpara një institucioni klerikal të tyre. Është të merr. Shumë mirë, ju lumt Myftënia e Shkodrës. Kështu funksionon. Me fëmijët marr. Kjo është gjëja më e mirë. Nuk ka gjë më të mirë se sa një institucion musliman të merret me fëmijët. Nuk ka gjë më të mirë. Kjo është puna më e mirë. Në traditën tonë fantastike për familje. Shumë punë e mirë. Jashtëzakonisht e mirë. Pra ka ndryshuar, ka disa elemente. Kemi ndryshuar në disa koncepte. Përdorim më tepër makina elektrike, me fjalë. Jashtëzakonisht më tepër, po blihen më tepër. Të toni na futet tash makinën. Është trendi i kohës. Sigurisht është gjë më e mirë, se sa të përdorësh një me naftë, me gaz. Energjinë elektrike na ka falur ata që besojnë Zotin, i madhi Zot, ata që besojnë shkencën ose
natyra, na ka falur, na e kena. Ta falë natyra, mund të vesh erën në veprime dhe ke energji elektrike. Përdor diellin, ke energji elektrike. Përdor ujërat e natyrës, ke energji elektrike. Ke energji. Bile edhe energjia atomike, pavarësisht veprimit njeriut, është energji e Zotit, është e natyrës. E pa shtershme, e pa fundme. Pse u dashka të nëjmë veten në këtë drejtim, kur bën dëm, kam fjalën. A kur s'bën dëm, gjë e mirë. Pra, ke mundësi, ke ujërat, ke ajrin, ke lëviz, ke dallgët e detit, ke lumet e liqenit, ke energji të pashtershme, të pafund. Prandaj duhet përdorë energji, sido që t'jetë puna, për lëvizjen e makinës. E me atë do ta ngarkosh, do ta karikosh. Dhe kjo është një ndryshim i jashtëzakonshëm, është ndryshim fantastik. Ndryshim fantastik. Ka fillu bashkia të merret seriozisht me Velipojin. Pra, kryetari i bashkisë deklaroi një shtesë paralele rreth 800 metra për sa e lejon deri në qershor investimin. Dhe sigurisht do stabilizoj shifet që stabilizohet, pastrohet më mirë, stabilizohen çadra, stabilizohen çmimet, stabilizohet gjithçka. Shkon gjithçka në vendin e vet në mënyrë të caktuar, por në mënyrë përfundimtare. Nuk mund ta luash më. Kur ngrihet sistemi, kur ndërtohet sistemi, dhe Zoti Beci është i Zotit ndërtoi sistem, sigurisht që bëhet diçka e mirë dhe njerëzit këtu më tepër interesohen se sa pastaj të merren me punët e politikës. Kjo ju intereson. Ju intereson që të kenë akses ke çadrat, ta kenë Velipojin më të pastër, ta kenë në mënyrë infrastrukturore më të rregulluar, më të sistemuar, vinë nga ngadalë, se investimet vinë nga ngadalë, por bëhen, kur shikohet që bëhen, pra është një mrekulli tjetër. Pastaj vure re edhe këto marrëzirat e portalëve që duan të bëjnë, marrin klikime ose të bëjnë politikat e tyre, shpeshherë janë të hapura nga politika dhe mundohen t'i kapin njerëzit për gryke, si me thana prej gojet ose prej mendimit, fillojnë e bëjnë kështu përplasjes midis këtij dhe atij kush do të jetë nesër kryetari i bashkisë. Dhe zakonisht vendosin Zotin Beci përpall një çip hipotetik që mendojnë për Partinë Demokratike. Që s'du ta mendojnë kështu, po duan që t'japin indikacion që shiko ky është për kryetar bashkie. Sepse asgjë s'ka dorë, sepse ka dorë ai që është kryetari i partisë, Sali Berisha. Ati, kujt i teket atij, si me thënë, mund ta gjej një rrugë, jo se bën ndryshe Edi Rama, kjo është me të qellume, por po themi për Sali Berishën, edhe ato që zgjedhje që bën fake. Bën një zgjedhje si tender. Dhe thot, ky do të jetë 1,80 m, të jetë nga lagja filan ose nga fshati filan, ti do ta zgjedhësh atë patjetër. Kjo janë zgjedhjet po themi Sali Berishës. Zgjedhjet e Edi Ramës janë, ky më pëlqen, është drejt, është më i drejt për drejt, ky më pëlqen, për mua ky bën, mane a del si me thënë kot ai, apo nuk del kot, a del bastan i bardh, i papjekur, kakareç, apo i mirë, kjo nuk dihet, por pak zgjedhje ka ke në dy rastet. Ka një mendim special. Pra, vendosi një tjetër pa ditur se kush është mendimi i Berishës. Në fakt duhet të pyesin Berishën e pastaj vendosi njëri, po japin indikacione. Dhe kjo bëhet për të marrë edhe klikime. Po kur dallon një që ka 35 vjet punë dhe punë të bëhet më mirë, dhe një 35 vjeç pa asnjë punë, pa i thënë asnjëherë punës, puna marr, këto pastaj janë marrëzira sepse kanë një deviancë të jashtëzakonshme dhe një pjesë e madhe, edhe kur do që të bësh mirë, fillon i bën keq personit. I bën keq personit sepse sigurisht njerëzit duke u përgatitur kështu thonë, çfarë është kjo punë, si na ndodhe, si do jemi pa siguri kur fitojnë një lloj sigurie. Është më mirë me këtë që sigurisht jemi të sigurt edhe e dimë se çfarë bëjmë për një pasiguri të jashtëzakonshme ku. Por gjithsesi këto veprime bëhen dhe janë pjesë e demokracisë, por kanë brenda atë fekun e një demonstrimi të jashtëzakonshëm të pamundësisë për të qenë të vërtetë. Dhe disa e rëndësishme është kjo, dhe prandaj po bëja një shkrim sot, që nuk duhet të shqetësohemi fort, sepse kur ke i suksesshëm, do të kesh edhe një farë cinizmi mrapa, një lloj urrëtie dhe një lloj
mungesë e mëshire për të mirën, suksesin tënd, nuk ka për të lavdruar shumica. Është një shumicë e heshtur që sigurisht lavdron, ka dhe disa në sy, po mos prit që ta provosh. Kur thua të vërtetën edhe më keq në Shqipëri, është përfaqe të zezë, fillojnë të urrejnë. Dhe kur merresh me punën tënde, pastaj bëhesh në sy të kolektivave, thonë ky çka ka në gjë. Pra, bëhesh një njeri që kjo fillon që nga Platoni edhe Sokrati, a kupton? Deri pastaj vazhdon deri ditë të sotme. Kanë të trajtuar shumë filozof, e trajton Schopenhaueri. Duhet kthehemi pastaj në atë mendimi që nuk është se kemi bërë një kontrakt me a do aprovohemi apo s'do aprovohemi. Është një pjesë e heshtur e cila të ka aprovuar, por nuk thot gjë. Është një pjesë që del kundra, por kontratë për mi suksesin, mos suksesin tënd, aprovimin apo mos aprovimin tënd, mi ndërgjegjen tënde nuk kemi me shoqërinë. Shoqëria njerëzore kështu është. Është molepsur me elemente të tillë. Kafshët nuk e dinë këtë, se s'kan, nuk e kuptojnë suksesin. Është pjesë e ndërgjegjes. Është pjesë e nivelit lartë, edhe nivelin ushqimor, por edhe nivelin mendor, psikologjik. Nuk e kanë. Prandaj jetojnë më mirë se sa njerëzit. Sigurisht kanë më të rëndë çështjen fizike, sepse do të luftojnë në mënyrë absurde gjithmonë me jetën edhe me terrenin, edhe kundra njëri tjetrit. Njeriu nuk ose nuk lufton kështu, po mundohet i kontrollojë deri në një farë mënyre, sepse pikërisht ekziston ndërgjegja. Po mos pritni ndërgjegje të kemi edhe suksesin e të arriturës. Dhe ta aprovojnë të gjithë, mund të kesh edhe kundërshtar, mund të kesh edhe njerëz që të shohin me dyshim, disa edhe që të urrejnë. Po patjetër, pikërisht pse ke sukses. E shtova dhe këta, sidomos atëherë kur thua dhe të vërtetën, ja thua dhe të vërtetën në sy, pastaj aty bën dëme të mëdha aty, në thojza atë, sepse sigurisht do t'ju bëj keq, do t'i vi keq një pjesë të madhe të njerëzve që nuk janë me këto parim. Dakord miqtë mi, ja këto kisha për të biseduar për sonte. Natën e mirë.